Rrugtimi këtu në fermë ka qenë diçka e pa provuar nga unë më parë si emocion. Momentet e bukura kanë qenë për kujdesja për kafshët, kisha një përgjegjësi ndryshe. Ajo marrëdhënia me njerëzit, qëndrimi tek zjarri, ishte si ato bisedimet tek psikologu. Gjëja e bukur tjetër kanë qenë sfidat. Duke qenë se edhe unë jam tip shumë energjik, ato më kanë dhënë një adrenalin ndryshe, për shembull që unë e përjetoj me koncertet në skenë, ajo pjesa e fokusit, përqendrimit, dhe ndonjëherë thoja të do bëj për vajzën time. Si rrugtim në përgjithësi ka qenë për të bërë krenare nënën time, familjen time, po ashtu edhe vajzën. Por ka pasur momente emocionalisht shumë të forta që thoja si doja dal. E mbaj mend u futa poshtë jorganit edhe thash nuk mundem më. Një tjetër ka qenë momentin kur Ola doli atë natë. Thash, qa po bëhet, pse duhet ti mu këtu, të rrëzoj kaj shumë personalitetin tim dhe atë natë më mbajti absolutisht solidariteti i fermerëve për mos të ikur dhe agaj. Juve ngatroni sonin performuese në skenë, ku muzika të ngre adrenalinën, por në të vërtet, soni 100% është kjo që po shikoni këtu. Jam një karakter përgjithsisht e qetë, kam atë nervin tim kur shikoj që më bëhet padrejtësi. Kam pasur afrimitet shumë të madh me Romirin, me Visin, me Donën, me Blerinën, po ashtu edhe kjo me vogla Klevisa, me Ilirin, po ashtu. Çfarë kam mësuar unë këtu në fermë është që kam shumë e kontrolluar se sa ç'mendoja, për arsye sepse këtu është si një lojë shahu, që vjen dikush të godet, do heqësh një gur. Këto dronë janë një iniciativë shumë e bukur për personat nga jashtë që na i dërgojnë, por ata nuk e kuptojnë nivelin e mbështetjes, kënaqësisë, rëndësisë për neve. Po mendoja që po shiko se ti një herë të erdhën 300, imagjino çfarë karikimi ka qenë. Do doja të kisha disa vite më pak dhe ferma VIP të ishte për shembull përpara 15 viteve, sepse më ka bërë të kuptoj që jo vetëm familjes që duhet t'i japësh më tepër, por edhe publikut. Ditën e parë që kam hyrë, kam qenë në një shok. Thoja me veten time, Soni Malaj, ku dreqin po futesh? Qa dreqin je duke bërë? Arbana më thoshte, shko kontrolloj dhomat, unë doja ti thoja për qatë dhomash, po hec ma hap derën, dalë edhe herë me këmbët e mia. Jam shumë e lumtur që nuk e kam bërë. Kur të dal nga kjo fermë, do marr një eksperiencë të jashtëzakonshme, shpirtërore, një rezume të shumë gjërave personale që ti ndoshta nuk është se i mendon jashtë. Më ka bërë të shoh gjërat shumë me qetësi. Mendoj që nga ferma që kur të dal, do ketë gjëra shumë të mira.